Drejt thuhet, njeriu është njeri vetëm atëherë kur edukohet nga njeriu. Njeriu është njeri vetëm atëherë kur edukohet nga njeriu. Ashtu siç jemi, ashtu do të bëjmë edukimin. Domethënë, është e pamundshme të bëhet edukimi dhe avancimi i njeriut nëse, domethënë, gjenerata paraprake nuk edukohet. Nëse unë nuk arri të edukoj veten, i bie që unë nuk do të mund të edukoj fëmijën tim. Ashtu siç jemi, ashtu do të bëjmë edukimin. Prandaj, para se të mendojmë shpeshherë tek gjenerata e ardhshme dhe edukimi i saj, është mirë të mendojmë për gjeneratën e tanishme. Atë kur do që ne arrim të edukojmë vetveten, i bie që rrjedhimisht atë edukat do ta plasojmë tek gjenerata e ardhshme. Edukimi nuk është vetëm informacion dhe është mirë këtu të jemi shumë vigjilent. Mos të bëjmë këtë gabim. Shumë njerëz, si me thonë, kur i qasen edukimit, mendojnë se edukimi është marrja e informacionit mbi edukimin. Është fakt, marrja e informacionit mbi edukimin është i rëndësishëm, por megjithatë nuk i ndëgjojnë vetëm sugjerimet, urdhat, porositë tonë. Ata bashkë veprojnë me qëndrimet tona edukative, kujdesin ton, thjesht ata i kopijojnë gjitha sjelljet tona. Kemi nana të cilat përka aspekti akademik, aspekti informacionit mund të jenë më të thjeshta, më modeste. Mund ta keni shkollë të mesme, të cilat mund të korrin sukses të madh në edukim. Anën tjetër shohim nana të cilat përka diplomat, përka shkollimi, përka informacioni janë shumë të avancuara, po që shpeshherë dështojnë në edukim. A thu pse? Nuk i edukon diploma njerëzit, i edukon ai që i bardh diplomat. Edhe fëmiu bashkëvepron me neve si qenie, jo si informacion.